në zhan të Lushnjës ku garderoba ka zëvendësuar dhomën e fshehtë në zhan pra të Lushnjës, ka zëvendësuar dhomën e fshehtë të votimit. Shikoni pak, një po themi garderobë e vjetër, është kthyer në një dhomë të fshehtë votimi. Nuk e di sa e lishme është apo sa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e quan si diçka normale apo si diçka që nuk cënon, po themi rregullat e këtij procesi, por ajo po përdoret si një dhomë e fshehtë, pra është një nga kanatat e garderobës, pra po ta shikosh, është një nga hapësirat që krijon hapja e kanatave, ku qytetarët kanë gjetur këtë mënyrë për të fshehur, në kuptimin për t'i dhënë fshehtësi votës, jo për të fshehur ata, pra. Dhe jemi në zhan të Lushnjës. Kjo është videoja e dytë. Viral, nuk e di nëse regjia e ka për lehtësi atë videon e Nuses, le ta kthenim edhe një herë tjetër në vëmendje.